u shfaq, pastaj pjekurin me dumanin, edhe vendosmërin, dhe tani ky është në fazën e pleqërisë? Jo, s'është e pleqërisë. Pjekuria fillon, domethënë është e kapin në pjekuri, domethënë që tani janë më të qartë, peshorja duket që po anon, të gjithë janë më të qartë dhe ata vetë, sepse ata njerëz janë, vinë prokuror, ish prokuror, që kanë qenë dhe në sistem. Tashmë është shumë e qartë që SPAK-u është një, jo thjesht një prokurori e zakonshme, po është një mjet geopolitik, strategjik i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian dhe i Britanisë së Madhe. Është e qartë kjo. Kjo është e qartë sepse në çdo ne shikojmë që vjen këtu një post politik në departamentin e shtetit si zoti Fleming, që është drejtor për gjithë ndihmës sekretar dhe për gjithë Europën, vjen dhe futet në SPAK. Vjen ministri i jashtëm i Gjermanisë. Ç'pun ka ministri i jashtëm i Gjermanisë me një prokurori të një vendi 2 milionsh. Dhe vjen dhe futet atje. Që mund të vinte kryeprokurori i Gjermanisë apo ku diun çfarë kanë. Dhe po të shikosh e gjitha kjo ka merr kuptim kur shikon ligjin për mbrojtjen kombëtare, 3000 faqe, kur është futur dhe Ballkani Perëndimor, i cili u miratua me konsensus nga republikanët në 7 dhjetor dhe nga demokratët, nga sorosistët dhe nga anti-sorosistët, dhe u firmos nga presidenti Trump, i cili sipas këtij ligjit ka 90 ditë afat për 3 piketa. Piketa destabilizuesit në Ballkanin Perëndimor, aktorët destabilizues, sekuestrime, bllokime, heqje vizash, non grata. Pra që e ndërlidh edhe me këtë që vendos në Shqipëri. E dyta, destabilizuesit. E dyta, minusit e demokracisë, se ka brenda ka dhe një ligj tjetër që është shumë interesant për demokracinë funksionale në Ballkanin Perëndimor, se janë të lidhur. Dhe SPAK-u është brenda kësaj, është një ingranazh. E dyta ishte, të thash, destabilizimin, e dyta ishte minusit e demokracisë, çfarë të kujtojnë këto? Të kujtojnë dhe non grata të caktuara. Minusit e demokracisë, dhe e treta ishte goditja e aktorëve të korrupsionit, të ish korrupsionit, domethënë të zyrtarëve, ish zyrtarëve të korrupsionit, këtë radhë me bllokime. Dhe më interesantja ishte që për herë të parë kjo bëhet në marrëveshje me Britaninë e Madhe dhe me Bashkimin, që s'ke kur shpëton, se nuk janë vetëm asete që të ti prek, për shembull që ke punë vetëm me Amerikën, po do të kesh gati i bllokuar. Tani, unë këtë e shikoj. Kjo është për gjithë Ballkanin Perëndimor. Përmendet pasaj Ohri, Prespa, të gjitha këto si merren në dorën e Braus. E gjitha këto në dorën e Braus merren kështu. Merren në këtë kuptim. Ata e kanë identifikuar korrupsion. A e di ti për shembull që ndodhi një skandal tjetër? Dje apo sot doli ministeriali i energjetikës, dje edhe doli na rezultoi që ministria jonë, zonja Balluku, nuk kishte bërë asnjë gjë për çështjen e ligjeve dhe të adoptimeve, dhe është një skandal në sektorin energjetik, një skandal i madh, 3 vjet rresht s'kishte bërë asnjë gjë, dhe thoshin ata kemi 123-shin dhe nuk theni as përgjigje. Dhe vajti atje, pasi u more pandehur dhe na doli si heroin, sikur ishte ajo ylli. Atje kishte ngrënë vetëm kërbaç. Urdhër pritan më rrë. Dhe tekstualisht ta thelloj. Tekstualisht janë 3. Tekstualisht, që po jetojnë nga SPAK-u. 3. Një janë tigrat më shumë lek. Kush janë tigrat? 2 anijet që erdhën nga Bangladeshi në Vlorë. Dhe energjetikës. Jo, punojnë ato, kanë prodhuar një farë energjie, po tani del që janë dhe lek, po punojnë mos se kanë dhe 20.000 tani. Nuk po them që do të them që s'punojnë. Tani ti në qoftë se do të flasim si Fleca Liberisha, do të thënë që i shumë zonë ose i pjeston me 3, apo Edi Rama, unë po të them realisht. Ato kanë punuar me një lloj kapaciteti që nuk ka leverdi dhe ti ma ndërpret, sepse jepen më shumë lek nga shteti shqiptar për serviset, për budallëqe, për siguracione, për paga. Po atëherë ç'punë është kjo? Po prapë punë me humbje, unë jam gazetar, nuk po them unë që kanë qenë të kyçur. E dyta, të mbaroj. E dyta, do ta bëj shefin tani. Do ndryshoj se si poli flisja edhe unë përpara, po kur takova Berishën. U mahnite. Se çfarë ndodhi? Magjia. Është i vetmi lider
human të sqaron, të pret dhe ndryshon mendim na se ky flet në opinion. Po kur takove zotin Rama, zotin Maliqi? Po e njohun dhe Rama e kam takuar. Pate këtë shkëndi apo jo? Me Berishën nuk rasohet asnjëri. A zoti Meta nuk ta dha? Si jemi për çoka këtu, më jemi për të analizuar. Tani jemi Berisha, lera Berishën. Tani, ja do se do ta bëj ty tani, do ta bëj. Tani po me fakt më u flas. Fol Rama tani se na mbyty me korrupsion. Interkonjuksionet. Tmerr. Aktorë të mëdhenj të energjetikës këtu s'duat përmend emra, biznese shumë të mëdhenj që po jetojnë dhe në Kosovë etj. Është bërë nami, prapë është ministria. Shumë skandala, ishte skandal shumë i rëndë që asnjë